Përshëndetje të dashur ndjekës, përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi sërish sot me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit tashmë të nismës më të bukur të Big Brother VIP Albania 5. Sonte shtëpia më e famshme shqiptare i hapën dyert. Në një intervistë ekskluzive për televizionin e tyre, moderatori i këtij Big Brotherit Ledion Liço ka dhënë detajet e fundit para nisjes së prajmit më të pritur dhe më të komentuar të fansave deri më tani. Ledioni tha që përflitet në fakt thjesht i ripërsëriti ato fjalë që ne i kemi thënë. Ai tregoi që shtëpia këtë vit është një shtëpi më glamuroze, më e bukur dhe më e dashur se çka ka qenë vitet e tjera. Do të thënë, një investim tepër dinjitos, një investim tepër i ëmbël, një investim tepër glamuroz. Do të thënë, bëhet fjalë për një shtëpi që do të na befasojë të gjithëve me atë pamje të mrekullueshme që kjo shtëpi ka. Sonte do të bëhen pjesë të këtij kasti 16 banor, do me thënë është përgatitur një super prime, do të ketë surpriza të ndryshme, hyrjet në shtëpi do t'jenë si nga qielli, si nga toka, si nga ajri, me drona, pa drona, do me thënë bëhet fjalë për hyrje glamuroze. Banorët do t'jenë shumë ngjyrësh, ashtu siç në fakt Ledioni i ka përshkruar. Jam i bindur që ky Big Brother që në natën e parë, që në kastin e parë sonte, do të merr një rol të rëndësishëm dhe do të zërë një vend të rëndësishëm tek shqiptarët. Do me thënë sonte do të nisen maratona e komentimit të ngjarjeve. Studioja ishte pothuajse studio e njëjtë, do me thënë nuk është se kishin bërë ndryshime në studio, nuk është se ishin fokusuar tek studio, se ishin fokusuar tek brëndësia e shtëpisë. Ledioni tha që është një shtëpi krejt ndryshe nga vitet e tjera. Ditën e djeshme në Instagramin zyrtar të Big Brother VIP Albania u bë edhe publike banori i parë i cili do të jetë pjesë në fakt e këtij kasti. Bëhet fjalë për një banor shumë të dashur për ju, do me thënë ne kemi patur fatin që ta shohim në për ekranet televizive, është Angelo Haruni, gazetar i emisionit ekonomik në televizionin Top Channel. Angelo Haruni konfirmohet banori i parë i Big Brother VIP Albania, në fakt është banori i cili edhe do t'i hapën dyert sonte të kësaj shtëpie në orën 9. Por Angelo Haruni nuk është banori i cili ka dalë siluet në videon që u publikua natën e mbrëmshme pikërisht për Big Brother. Do me thënë, janë publikuar deri më tani 3 ngjarje, do me thënë 2 pikë pyetje dhe një figurë e hapur. Flasim për Angelo Harunin, i cili është pritur me shumë dashuri nga publiku. Do me thënë, postimi deri më tani ka marrur 7337 lajka, 205 komente dhe 5833 shera, që kjo nuk kupton që publiku është shumë entuziast për të dëgjuar të rejat më të fundit. Por në fakt kemi 2 silueta që kanë dalur natën e mbrëmshme. Ka dalur një video me një vajzë që nuk kuptohet që të jetë Sara, ish gruaja e Ledri Vulaj, do me thonë kështu në fakt duket nga pamja, edhe pse është përfolur shumë në fakt që do të ishte pjesë e këtij kastit, dhe nga ajo që ne kemi mundur që të kuptojmë, përflitet që të jetë Sara, ish gruaja e Ledri Vulaj. Dhe në videon tjetër që në fakt është publikuar nga Big Brother me pikpyetje se kush mund të jetë banori i radhës që mund të hyjë në shtëpinë e Big Brother, bëhet fjalë për Mirin e West Side Family. Miri West Side Family dyshohet që është personazhi i cili fshihet në videon që do të delë së shpejti tek publiku shqiptar. Sonte në orën 21 do të kemi fatin të zbulojmë edhe 2 opinionistët në fakt që përfliten shumë për të qenë pjesë e këtij kasti. Përflitet Arber Hajdari, i cili do të jetë sonte, dhe në fakt thuhet
Monika Lubonja ose Monika Kryemadhi ose Egla Ceno, njëra nga këto për të qenë pjesë opinionistes në Big Brother VIP Albania. Do të thënë na pret një natë shumë entuziaste. Unë do t'ju them që sot që do të komentojmë të gjithë banorët. Do të thënë nga ajo që unë kam arritur të kuptoj, bëhet fjalë për banor shumë interesant, bëhet fjalë për banor shumë dinamik. Do të thënë do të kemi fatin që të njohim një lojë shumë glamuroze dhe kështu që le ta presim me shumë dashuri këtë spektakël të madh, i cili sonte do të hap dyert një erë edhe për gjithmonë. Do të thënë Ledioni nuk është se ka treguar a do të zjatën 3 muaj, 4 apo 5, do të thënë do të vinë sipas ditëve në vazhdim, sipas ngjarjeve që do të ndodhin. Jam i bindur që do të krijohet edhe një fenomen këtë vit, nuk e diskutoj fare, do të thënë që do të ketë një fenomen. Do të thënë na presin momente të bukura për t'i shijuar brenda kësaj shtëpie. Le të presim sonte në fakt se çfarë po vjen dhe le të shohim se si do të jetë ky spektakël që në fakt pritet që të na thumboj të gjithëve për ekrani. Duket që është diçka që po fshihet. Emisioni ka thyer rekorde shikueshmërie deri më tani dhe besojmë që rekordet e shikueshmërisë do t'i thënë edhe në natën e sotme. Do të jetë një mbrëmje shumë e gjatë që premton emocione shumë të mëdha që do të ndizen dritat e shtëpisë tashmë më të vëzhguar të Shqipërisë. Reality show që mban bërthyer para ekranit miliona shikues shqiptar anë mban botës do të vi edhe këtë vit, siç e thash, domethënë nën moderimin e Ledion Liço, ku nuk do të mungojnë edhe analizat e opinionistëve. Big Brother është një ngjarje shumë më shumë se sa një program televiziv, ka thënë Ledion Liço. Është një ngjarje që na bashkon të gjithëve, mund të presim nga të gjithë ngjyrat si në çdo sezon tjetër. Do të ketë shumë surpriza, do të ketë gjëra që ndodhin për herë të parë. Jam shumë entuziast për shtëpinë. Sikur ndonjëherë jam i lumtur të them që kjo është shtëpia më e bukur që Big Brother ka pasur ndonjëherë, jo vetëm në edicionet e tija VIP. Uroj vërtet të jetë një fillim i një aventure tjetër të paharrueshme, aty ku aventurat janë të gjitha të paharrueshme. Top Channel, tha Ledion Liço si moderatori Big Brother VIP Albania. Ledioni flet me dashurinë më të madhe për këtë kompeticion dhe tregon gjithçka. Aty e kuptuam që edhe marrëdhënia mes Arës dhe Ledionit është perfekt. Sot po mbyll këtë kapitull me shumë mirënjohje, thot Ledioni, sepse nesër hapet një tjetër. Nga sot zyrtarisht do të jem konkurrent në Big Brother VIP Albania, thot protagonisti i cili është pjesë e këtij Big Brotherit. Tani na duhet kohë derisa ti mësojmë emrat, por domethënë bëhet fjalë për një spektakël jashtëzakonisht të bukur. Ta presim me shumë dashuri.